Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Zgjedhjet parlamentare 2025. Në mesnat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi mbylljen e numërimit të kutive të votimit në vend. Partia Socialiste siguroi 83 mandate. Partia Demokratike pësoi rënje drastike në krahasim me 2021-shin me 50 mandate, ndjekur nga Socialdemokratët me 3, Mundësia me 2 dhe nga 1 ka nisma Shqipëria bëhet e lëvizja bashkë. Tashmë po bëhet numërimi i votës së kandidatëve dhe vijon hapja atyre të diasporës, që për herë të parë u bë pjesë e procesit zgjedhor. Deri tani kryeson Partia Socialiste me 53%, e ndjekur nga Partia Demokratike me 28%. Forcë e tretë nga emigrantët shqiptarë renditet nisma Shqipëria bëhet, më pas vijnë Mundësia dhe Lëvizja Bashkë, të paktën provizorisht. Votat e Greqisë që kontestohen nga opozita janë lënë për në fund. Procesi po vazhdon me shtetet e tjera. Janë 53.000 nga vendi fqinje që mund të kenë ndikim të madh, të paktën në 4 qarqe sa i përket numrit të mandateve në përgjithësi, por edhe të kandidatëve. Bëhet fjalë për Korçën, Fierin, Tiranën e Vlorën. Në një reagim pas fitores së thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kryeministri Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, shpreh falënderime duke paralajmëruar fjalimin e fitores në orën 19 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron uroi kryeministrin Edi Rama për fitore në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Shefi i Elizes thekson se Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Edhe shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen uroi Ramën, e po kështu kryeministri i Italisë Meloni, presidenti i Ukrainës Zelenski, kryeministri i Spanjës Sanchez, i Kroacisë Plenković, ai britanik Starmer, i Hungarisë Orban, si dhe kreu i Këshillit Evropian Antonio Costa. Partia Demokratike po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës së shqiptarëve. Kjo u theksua sot nga kryetari Berisha në një dalje për mediat. Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Unë këtu shpreh vlerësimin tim për raporte paraprake të cilat de facto në parimin më themelor ndërkombëtar dhe kombëtar të zgjedhjeve atë të barazisë së palëve i kanë rrëzuar për tokë zgjedhjet. Dënoi me forcën më të madhe terrorin, kërkoi lirimin e menjëhershëm të vëzhguesit Luan Tollozhina. E gjithë ngjarja është një kurth policesk i organizuar kundër tij. Ai mbahet në burg vetëm si qendrështar dhe mbrojtës i votës. Dënoi akte tjera të fallangave të krimit që kanë terrorizuar demokratë dhe demokratë, opozitarë dhe opozitare që kanë dorëzuar filmime, dokumenta mbi dhunimin masiv të këtyre zgjedhjeve. Berisha do të udhëtojë nesër drejt Brukselit, një ditë para protestës së paralajmëruar për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Spaku dhe BKH-ja ndërmorën një tjetër aksion në Shkodër, ku janë shoqëruar disa persona për krime zgjedhore. Personat e shoqëruar janë mbështetës të Partisë Socialdemokrate. Gjithashtu pati një aksion për kontroll personale të automjeteve me vendim të GKK-s. Operacion është ndërmarrë edhe në Fier në bashkëpunim me Policinë Vendore lidhur me një tjetër procedim penal. Lajme nga rajoni. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa sot viziton Kosovën, ku ka takime me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Costa shkon në kohën kur ligjvënësit nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, duke dështuar në 15 përpjekje. Gjykata themelore në Prishtinë hodhi poshtë padinë një grupi aktivist kundër rregullatorit të energjisë në Kosovë në lidhje me shtrëngtimin e energjisë. Kërkesa e grupit as 1 cent më shumë u refuzua dhe tani do të ketë ankesë në gjykatën e apelit kundër vendimit të themelores, duke vazhduar betejën ligjore. Lajme nga bota. Bashkimi Evropian miratoi një paketë të re të sanksioneve kundër Rusisë, duke goditur flotën e hije të Rusisë, ndërsa Europa po kërcënon me ndishkim shtesë, nëse Moska nuk bie dakord me armë pushimi në Ukrainë. Masat e reja kundër Kremlinit ishin përgatitur para se liderët evropian të jepnin ultimatumin e fundit për Moskën. Të paktën 22 fëmijë janë vrarë në rripin e Gazës si pasojë e sulmeve të parashtura ajrore të Izraelit. Në këto bombardime humbën jetën 60 persona, përfshirë gati 50 rreth Xhabalias në veri të Gazës e 10 të tjerë në qytetin jugor Han Yunis.
Donald Trump takoi presidentin e ri të përkohshëm të Sirisë, Ahmad al-Shara, një ish udhëheqës i kryengritësve, i cili kaloi vite i burgosur nga forcat amerikane pasi u kap në Irak. Takimi ndodhi para se Trump të përfundonte qëndrimin në Arabinë Saudite, të udhëtonte për në Katar në kuadër të një turi në lindjen e mesme që do të përfshijë edhe një ndalesë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Lil dhe Eric Menendez i afrohen lirisë. Një gjykatës amerikane në Los Angeles vendosi që vëllezërit të dënuar me burgim të përjetshëm e pamundsinë e lirimit me kush për vrasjen e prindërve në 89 mund të kenë një ulje të dënimit pas 35 vitesh burg. Të dy nuk përbëjnë më rrezik për shoqërinë sipas gjyqtarit. Art dhe kulturë. Shqipëria u kualifikua në natën finale të Eurovisionit ku Shkodra elektronike me këngën Zjerm u kualifikua mes 10 shteteve fituese të natës së parë gjysmëfinale. Në Basel të Zvicrës, 9 të tjerat janë Norvegjia, Suedia, Islanda, Holanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia e Ukraina. Zjerm solli një kombinim të simboleve kombëtare dhe konceptit skenik të frymzuar nga legjenda e Rozafës. Finalistët mes tyre Shqipëria rikthehen për të garuar për trofeun e Eurovisionit. Më 17 maj, kryeministri Rama uroi artistët shkodran për kualifikimin në finale, teksa theksoi krenarinë për Shqipërinë. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Ersilda Doko.